Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun xhalleshanuhu dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tonë të pastërt, tërhamdin, falenderimin për uljen në nështrimin i shprehim atij. Allahun tonë falenderojmë për i tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet dhe mirësi kërkojmë. U dërgojmë salavatet dhe selamet tona të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastër që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përullëtësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, deri atëherë ku Allahu te bareke ve taala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktu për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, kem para vetës njërin nga ngjarjet shumë të rëndësishme në historinë islame. Ajo është edhe një pikë nisje e numërimit apo e datimit prej të cilit fillon edhe numërimi i kalendarit islam, kalendarit hënor. Pra, para disa ditëve e patëm vitin e ri të muslimanëve. Për fatin e keq tonin, ne do vite edhe do data edhe do ngjarje të caktuara të cilat realisht nuk na përkosin edhe nuk na lidhin as fetarisht e as kombëtarisht kur gjë me neve, i çojmë kupë qiellës, ndërsa për ngjarjen e vitit të ri islam ndoshta dikush prej besimtarëve dhe prej muslimanëve edhe s'ka një fare që ka qenë ajo dita e vitit të ri të kalendarit hënor islam. Dhe realisht që kjo ngjarje edhe që kjo gjendje na bën mundale dhe me mendue për me meditue në këtë ngjarje që ka ndodhur në këtë kohë. Dhe kemi para vetit ngjarjen e hijretit, shpërnguljen e pejgamberit Muhammed alayhi salatu vesselam nga Mekka për në Medinë. Rreth kësaj ngjarje, për të folë në aspektin shpirtëror, si aspekti historik i ngjarjes e kështu me radhë, ka çka të flitet te erin kiamet. Dhe besoj që është folë shumë, edhe na nuk e kemi lënë shumë anash për ta spjegu dhe për të folë në aspektin shpirtëror, por mendoj për shkak të çasoj që përmenda më herët, edhe për shkak të gjendjes së përgjithshme që kemi na muslimanët në kohën e sodit, se ja vlen sot mund dal pak edhe me meditu edhe me mendue hijretin e mendjeve tona. A ka hijret në ditët e sodit? A ka nevoj sot bota islame, muslimant, na? A kem nevoj sot për hijretin? A kena nevoj na sot me i bo hijret këtyne kësoj gjendjes tonë në të cilën jemi, apo nuk kemi? Ne realisht na i kujton kjo kohë si shqiptar, si popull, bajagi shumë disa momente të hijreteve që ky popull i ka bo. E kujtojmë na hijretin e të parëve tonë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, që është bo prej trojeve tona etnike atje prej Shqipnisë së madhe, që dikun 700 e sa fshatra na kanë shpërngul dhe asnjëherë nuk kemi qenë në gjendje dhe të gatshëm që me e shfrytëzue historikun e hijretit të Muhammed Mustafas alayhi salatu vesselam
për të provu në i here, mu këthyje fitimtar në të troje që në i kalon gjyshe, katra gjyshe, stërgjysh, e i kemi lon atje shkret. Por, këtë mendoj që e patëm kuptu në vitet e 90-ta, kur përsëri historia na provoj me një hijret tjetër. Mirë po këtë herë, ne e kishëm marrë ma seriozisht, e kishëm kuptu historikun e hijretit e Muhammed Mustafos alayhi salatu vesselam dhe mesazhin e këtij historiku, ani pse një pjesë i kish lëshue trojet e veta në vitet e 90-ta, një pjesë i kishim lëshue trojet tona, por shkonim koklartë, edhe shumë të vendosur edhe shumë të sigurt se i kishim lënë këtu bit edhe bijat më të mira dhe më të shmuar dhe më të shtrejta të këtij kombi, të cilët donin me e pregadit me të vërtet atë rikthimin triumfor siç e boni Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam mas disa viteve në Medinë, në Mekën e ndritur. Por në këtë kohë, a kem mo hijret, inshallah Allahun nuk na sprovon kur as ne as një popull në botë me pas nevojë me lshu vendin e vet. Me pas nevojë me u shpërngul për vendit vet. Me pas nevojë për me luftue për vendin e vet. Me luftu për pronat e veta. Me luftu për njerëzën e vet. Me luftu për familjen e vet. Me luftu për moralin e vet, për karakterin e vet, për fenë e vet, për drejtat e tina njerëzore, morale, kombëtare kështu me radhë. Po që fatkeqësisht po ka nevojë dhe ndoshta do të ketë nevojë prap ne me kon syqel, me kon të gatshëm, me kon të përgatitur që soherë ketë nevojë me bo hijret, por jo duke qenë të papërgatitur për rikthim fitimtar dhe koklart në vendet në trojet tona sërgjyshore. E sot mendoj që kemi shumë nevojë për hijretin e mendjeve tona. Mju bo hijret mendjeve tona. E mju bo hijret mendjeve tona do të thotë me u bind na që ka mundësi pa drejtësive mju dojnë për para. Ka mundësi gjonave të shëmtume, vezveseve të këqia mju dojnë për para. Pse ka nevojë na sot mu qu me bo hijret për shkak një vezvesi, për shkak një padrejtësie, për shkak një gjëje jo të duhur dhe jo të mirë që ka mujt me kaplue një lagje, një vend caktum, një komunë caktume, një shtet caktum e kështu me radhë. Po çka du të me bo? Du të mu qu me bo ato që e boni profeti Muhammed alayhi salatu vesselam. 13 vite në Mekë sakrifikoj, thirri, këshilloj, punoj, nuk u ndal, u ballafaque me problemet, me tendencat për me burgos, për me myt krejt, nuk ro pre e atyne të mirave që ja dhanin me kasit, se ne e dim me kasit i than, çka kije, çka po dën, mos jetu dosht mu bo pushtetar, mos jetu dosht mu bo i pori i joni, sigur do pushtetar tonë, sot që qohen edhe i bin gurit e drundit e bambume na shesin morale, të erin pik të fundit, si të vinë karik, ta pelshojnë flamurin. A kryt na i qojnë, am na përkrohjen muë, am na votën muë, kur të vijon aty kini me po, jo që
krejt këto probleme, unë kom ja u zgjidhe, krejt këto të loshe, unë kom ja u zgjidhe, gjithë shka unë kom e bo, unë s'kom u shit, unë s'kom u korruptue, unë s'kom e bo kështu, unë s'kom e bo kështu, unë s'kom e bo ashtu, kur të vjen aty, edhe ma i zi sa i këtë që ka qenë. Ju, Muhammed Mustafoja, nuk në dhakë si shembulli. Ati i thanë, nëse dënë mu bo, nëse e ki për pushtet këtë nismë që e ke nisë, për të bojna kryetor të venit. Ma të porin, mret për të bojna. Nëse e ki për pasuni, krejt me kasit po mledhmi, për të bojna pasunien tonë edhe për të adhona ty. Mos krejt një pjesë. Nëse e ki e për mu martue, po këshyrun për zgjedhum gruen më të miren, vojzën më të miren që është në Mekë, edhe po të adhom ty. Veç lekër farnisme që e ke nisë. Çka ju thaj Rasulullahi alayhi salatu wassalam? Një mesazh për krejt neve dhe për krejt ata që synojnë, edhe duhet me synue, me ordën pushtet. Une me dhimbjen ma të ronën edhe ma të modhen i këmborë do pytje këto dit pe do vllaznive, a është halal, a haram me dojnë me vëtue. Qërti qëfar? Qëti din qëfar pike kemi ordë na, muslimant, sa me menu a është halal, a haram me dojnë me vëtu. Në të orë që shtu të thonë, është haram me votue, është haram me hinë parlament, është haram u bo kryetor komune, është haram u bo minister, është haram u bo deputet, është haram u bo kryetor, zbën mu bo ashtu, zbën mu bo kështu, zbën me bo këto, nuk bën me morë filon pozitën, nuk bën me lakë mu mas filon pozitës, zbën mu bo këto, zbën me ato, po vinë ata tjerë, edhe po bohen kryetor, e po bohen ministra, e po bohen zaves ministra, e po bohen qka po bohen, edhe qka tani, ndëm të neve, 97% të muslimanve, po na bin ligje që s'po na përshtoten neve, po na bin nene që s'po na përshtoten neve, po na bin vendime që s'po na përshtoten neve, po na miratojnë ligje atje, cilat janë kundërshtim me rregullat morale, njerëzore, fetare, kombëtare, e ku ta di unë deri në fund. Pse? Të dol na të thonë, nuk bën është haram me dalë me votue. La ilaha illallah. E Muhammed Mustafoja alayhi salatu vesselam ju tha, oj paria e Mekës. Tha dhe dilin me ma vendos në dorën e djathtë, e honën në dorën e majtë, këtë mision që e kom nisë, tha une, nuk e la. Që si burra po na vynë, që si kam gullësie po na vynë, që si persona po na vynë, me na ecë, me na pri për para. Të cilët thujnë, bash dilin me ma qitë në dorën e djathtë, edhe honën në dorën e majtë, une parimet e mija njerëzore, kombëtare, morale, nuk i shkeli. Edhe pik. Edhe ata tjerë tani për rrethit që na dhonë pore neve, kanë munole dhe me menu me thonë, ja vallaj se këti episat dush, kësë korruptohet. Bëni qka dush, kësë korruptohet. E rrezikun me myt pejgamberin alayhi salam. E ndiqen me myt, pagun, dhanë pore, miliona për me myt. Amo atëhere, kur e po këtë vendosshmëri kaq të madhe, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, që është një shembull për neve deri në kiamet. Pasha Allahun, pasha këtë premtim që ja ka dhënë Zoti pejgamberit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam. Ne i ka dhënë edhe neve një shembull që so herë që na të jemi të vendosur çështu, sikur që ish i vendosur Muhammed Mustafoja alayhi salatu vesselam në çështjet tona, la tahzan, comme i thonë Allahu xhelle shanuhu, inna Allaha ma'ana. Kur shkun në atë shpellën aty që kemi po filmin a shpesh me Ebu Bekrin, edhe erdhe
ja zonën derën e shpellës. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu në surën e Taube e ka përshkruar këtë gjendje dhe këtë ngjarje duke thonë Bismillahirrahmanirrahim illa tansuruhu fekad nasarahu Allah. Po thot, nëse ju nuk e ndihmoni ato, Allahu ju ka drejtuar me kazve edhe ju ka thonë, nëse ju nuk e ndihmoni Muhamedin, Allahu ka më ndihmuar. Allahu tash veç e ka ndihmu ato. Allahu tash veç e ka përkroh ato. Kur ju besimtarët e debuat prej vendit të tij, kur ai ishte njëri prej dy vetave në shpellë dhe i thoshte shokut të vet, la tahzan, mos u brengos, mos u frigo, inna Allahe ma'anna. Tash Allahun e kena me veti. Allahun e kena mbrojtësin më të mirë. Zotin e kena përkrasin më të mirë. Pasha Zotin nuk ka zbrit ky ajet veç për këtë ngjarje dhe veç për këtë ndodhi. Por ka zbrit shembull për neve deri në kiamet. So herë të jemi të vendosur sikur qysh Muhammed Mustafaja alayhi salatu vesselam në të drejtën e tina, me të vërtet kena me pos Allahun me veti. Me të vërtet ndihmën e Allahut kena me pos me veti. Qysh e patëm në vitet e 90-ta? Dhe e shlirum këtë vend. Dhe e mbrojtum këtë vend. Edhe sot kena me mbrojt. Edhe nesër. Edhe gjithmonë. Amo jo, mu shite mu ble për pushtet. Jo mu shite mu ble për interesat tonat, të ngushta, parciale, kohore, të cilat kalojnë, shkojnë. Kush mbetet? Mbetet faqja azeze e historisë, e cila ka na gjykue deri në kiamet, për këto troje, për këto vende, për këtë moral, për këtë karakter, për këtë dini, këtë imon, për cilin kanë dirë gjake njërës, prej pejgamberit alayhi salatu vesselam, e tutje, ran me rodh, breza me rodh. Për të na thonë neve, ko qitë në pak, boni pak hijret mendjeve edhe zamrave t'juja. Por çka kena dirë gjake njërës? Por çka e kanë lo me gjak? Prej toplicës të portët unë, rrugës të ordë, sa fëmin, e sa plokun, e sa ploken, e sa të smurin e kanë lonë rrugës në përbor. Që e kanë kolbë tokën me gjak, edhe me fëmit tyne që s'kan mujt mi morë, dim një bora 2 metra të ordë kënina, si kur kishim pranu ata, mu shfetarizu edhe mu shkomtarizu, edhe mu shmoralizu e si kur qysh kena pranu, edhe që kur qysh për rezikojna me pranu e nasad, nuk kanë pos nevoj ata, heq mi përjetu e këtu të mere, këtu katastrofa, këtu probleme, këtu telashe, këtu friga. Me pas dosht Muhammed Mustafaja, me pas pranu e mu bo kryetor shtetje, me bo pasunie, me bo gjithçka. S'ka pos nevoj, hez mi përjetu ato të mere. Mu quë prej Mekës në Medinë me shku kom, në për zhegull më të modhin, 50 gradë. Ku jem në sot? Që për në rrezikohen fëmija jonë, 3 tonë, 3 tona, familjet e tona. Hajde t'i bojmë një hijret mendjeve, zemrave tona. Qohmi prej këti gjumit cili dje biro. Se nesër ko mundësi më u bo vonë. Edhe në për shkollat tona, edhe në për familjet tona, edhe në për lagjet tona, edhe në për rrugët tona. Ko mundësi më bo vonë, edhe në për dorsma tona, edhe në për neja tona, edhe në për gzimet, edhe në për hidhrimet, edhe në për çdo gjë. Ko mundësi më bo vonë. E na kem nevoj, nëse s'ka kohë më për hijret fizik, si që ndodhi atëherë, kem nevoj edhe kem kohë edhe kem mundësi për hijret mendor, psikologjik, me e bo Allahu Gjelle Shanuhu na i mundsoft edhe na ndihmoft që me rujt këtë vend
që këto shembuj që ne ka thënë Allahu xhalleshanuhu në Kur'an dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në historikun edhe në ngjarjen e tina, me i morë na e me i përdor në jetën tona, soher që kemi nevojë për hijrete dhe për transformime e për punë të mëdha. Na presin shumë punë, na presin familjet, na presin normat, rregullat tona fetare dhe kombëtare, që vetëm kështu kemi me ecë përpara dhe kemi me u tregu si musliman shqiptar. Sadakallahu al-azim.